Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Pas 35 vitesh emigrimi në Greqi, Irakli Kaso vendosi të rikthehet në vendlindjen e tij, duke sjellë me vete jo vetëm përvojën e fituar ndër vite, por edhe kursimet e një jete pune. Së bashku me familjen ai zgjodhi të investoj ato në përmet, aty ku 3 vite më parë hapi një bujtin të ndërtuar mbi traditën, mikpritjen dhe vlerat autentike të zonës. Mungesa e transportit publik për shkak të problemeve të theksuara me infrastrukturën rrugore detyron banorët e fshatit Karoq në Finiq të paguajnë nga 5 deri në 14.000 lekë për të marrë shërbimet e nevojshme. Kjo situatë është trashëguar nga sistemi totalitar, por gjatë 35 viteve të fundit nuk ka patur ndërhyrje serioze për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Galeria e Arteve në Sarandë ka mirëpritur ekspozitën e piktorit nga Vlora, Roland Runaj, e cila sjell 40 vepra të frymëzuara nga jeta e artistit dhe qyteti i Sarandës. Ekspozita ka tërhequr interesin e vizitorëve dhe është pjesë e aktiviteteve kulturore që galeria organizon gjatë sezonit veror. Atmosferë festive, rivalitet sportiv dhe emocione deri në goditjen e penaltive. Në stadiumin e Gjirokastrës u zhvillua finalja e kupës mes njësive administrative, ku pas një gare me 6 ekipe, trofeu shkoi për ekipin e Lazaratit. Ju njohim tani më gjërësisht. Pas 35 vitesh emigrimi në Greqi, Irakli Kaso vendosi të rikthehet në vendlinjen e tij, duke sjellë me vete jo vetëm përvojën e fituar ndër vite, por edhe kursimet e një jete pune. Së bashku me familjen ai zgjodhi të investojë ato në përmet, aty ku 3 vite më parë hapi një bujtin të ndërtuar mbi traditën, mikpritjen dhe vlerat autentike të zonës. Pas 35 vitesh emigrim në Greqi, Irakli Kaso vendosi të rikthehet në vendlindjen e tij, duke sjellë me vete jo vetëm përvojën e fituar ndër vite, por edhe kursimet e një jete pune. Së bashku me familjen, ai zgjodhi të investojë ato në përmet, aty ku 3 vite më parë hapi një bujtin të ndërtuar mbi traditën, mikpritjen dhe vlerat autentike të zonës. Familja ime donte kryesisht të investonim jashtë, në Greqi aty ku ish. Unë nuk doja, vetëm këtë munda që theva dhe edhe ata janë shumë të kënaqur. Ushqime tradicionale të përmendur, pastërtia, mikpritja, buzëqeshja, këto janë kryesorët që na duhen. Këto neve nuk na mungojnë. Ky është një biznes familjar, unë jam me familjen time, e kemi ndërtuar bashkë me familjen këtë, pavarësisht që ne jemi shkëputur akoma. Vazhdojmë të vëmevim në Greqi, na është dashur të punojmë 35 vjetë familjarisht që të ngrejmë këta. Vizitorët që vinë janë kryesisht të huaj. Për Irakliun, suksesi nuk matet vetëm me numrat e turistëve. Vlera e më e madhe është fakti se fëmijët e tij janë bërë pjesë e këtij investimi, duke vazhduar së bashku një ëndër familjare që lindi larg Deut dhe po zhvillohet në vendlindje. Djalin e madh e kam në Gjermani, na ndihmon dhe ai ekonomikisht. Ka qenë dhe i vogël në Gjermani, edhe tani ndodhet këtu, na ndihmon në biznes. Është kulturë dhe të punosh. Djali im kur vjen i madhi edhe i vogël, do i zën gjërat me osi, do futen që në pastrimi dhomave, që në ambientit jashtë. Do vënë dorashka, do futen të pastrojnë, të disinfektojnë, dhe ashtu ka një kulturë tjetër, bile më të përparuar dhe na neve. Unë mësoj nada, edhe na gruaja ime, kur vjen nuk i zën këmbët dhe. Unë atën dhe të mbanë meraku, të mbanë dashuria që ke për atë, qose do ndihmoshin disa të rinj që të investonin, këtu është gjë më e mirë. Edhe për përmetin, edhe për turizmin në Shqipëri, edhe për të rinjt, që të kemi mundësi të mbajmë këtu. Ai shpreson që historia e tij të shërbejë si një shembull se me punë, përkushtim dhe besim, emigracioni mund të kthehet në një mundësi për të investuar dhe ndërtuar të ardhmen në Shqipëri. Mungesa e transportit publik për shkak të problemeve të theksuara me infrastrukturën rrugore detyron banorët e fshatit Karoq në Finiq të paguajnë nga 5 deri në 14.000 lekë për të marrë shërbimet e nevojshme. Kjo situatë është trashëguar nga sistemi totalitar, por gjatë 35 viteve të fundit nuk ka pasur ndërhyrje serioze për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.
Banorët e Karojkit në bashkinë e Finikit duhet të lëvizin me taksi për të marrë shërbimet e duhura në qendrën e njësisë administrative Livadhia, në qytetin e Sarandës, në pikat kufetare të qafë botës dhe të Ripsit, apo në qytetin e Egumenisë të shtetit Fqinj, në Greqi. Me largësi nga 20 deri në 130 km, ata duhet të paguajnë nga 5.000 deri në 13.000 lekë, çka do të thotë se për të lëvizur drejt këtyre destinacioneve 1 ose 2 herë, mund të harxojnë gjithë pensionin e muajit. Transport publik nuk keni? S'kemi. Paguajnë një banor i fshatit për të vajtur deri në Livadhia? Varet që ta qosh në Livadhia 50.000. Po është një plak që s'ka... Deri në Sarand? E qojmë edhe falas. Në Sarand? Gjapa, që thonë. Në Sarand 100 do vej. Çfarë kërkoni ju si banor? Kërkoni ndonjë ndërhyrje me transport publik, mund të bëhet ndonjë lëvizje? Për neve makar, edhe unë, me ato mjetin tim vete deri në Livadhia dhe iki për në Greqi me linjen. Makar të vinde këtu në Karojk të me mirëte e të me qonde në Livadhia. Vetëm duke ndrequr infrastrukturën, rrugën. Kjo se nuk ndreqet rruga, nuk mund të vi fugoni ose një autobus këtu në Karojk. Kështu që detyrimisht transporti këtu bëhet me mjete private. E përballojnë banorët? Nuk besoj, me pensionin që marrin këta plejt, nuk e përballojnë, po janë detyruar, nëse duan të vënë në spital, do paguajnë, s'kanë ç'të bëjnë. I ndihmojnë fëmijët? I ndihmojnë, patjetër i ndihmojnë fëmijët, se ndryshe nuk do ta përballojnë, se është e shtrenjtë. Shpenzimet janë të mëdha. Sa paguajnë? Sa të mëdha? Të paktën 50-60.000 lekë. Deri në Sarand? Deri në Sarand mund të vejë të ditë. Deri në qafë botë? Deri në qafë botë 70.000 lekë. Por në Egumenicë? Në Egumenicë mund të jetë më shumë. Sa? Më shumë. Mund të vejë 120-150 lekë. Një pension? Një pension. Një pension edhe nuk arrin. Situata është akoma edhe më e zymt, pasi drejtuesit vendore kanë të pamundur të sigurojnë transportin publik. Kjo ndodh sepse asnjë operator privat nuk mund të përfshihet në aktivitetin e transportit publik, duke pasur parasysh situatën me infrastrukturën rrugore. Galeria e Arteve në Sarand ka mirëpritur ekspozitën e piktorit nga Vlora Roland Runaj, e cila sjell 40 vepra të frymëzuara nga jeta e artistit dhe qyteti i Sarandës. Ekspozita ka tërhequr interesin e vizitorëve dhe është pjesë e aktiviteteve kulturore që galeria organizon gjatë sezonit veror. Gjatë muajve të verës, Galeria e Arteve në Sarand ka programuar një sër ekspozitash artistike me synim për të afruar sa më shumë vizitor vendas dhe të huaj. Aktivitetet synojnë promovimin e artit pamor dhe pasurimin e ofertës kulturore të qytetit gjatë sezonit turistik. Një prej ekspozitave të çelura gjatë kësaj periudhe është ajo e piktorit vlonjat Roland Runaj. Përmes 40 veprave të ekspozuara, artisti sjell krijime të frymëzuara jo vetëm nga përjetimet dhe jeta e tij personale, por edhe nga peizazhet, ngjyrat dhe atmosfera e qytetit të Sarandës. Këtë vit, dhe sidomos në këto muajt e lëvizjes turistike, janë disa ekspozitat të programuara. Ndërto, është edhe kjo ekspozit e piktorit nga Vlora Roland Runaj, që të na sjell rreth 40 punime, të frymëzuara edhe nga Saranda, për motivet e veta, për bukuritë, për detin, për memorien ndër vite, se ai e ka vizituar disa herë Sarandën dhe njeh shumë mirë, pra është një ekspozitë që mbart me vete të motive nga më të ndryshme të jetës në këtë qytetin ton të bukur turistik, që në vitet e hershme të Vegjilisë, të vetë autorit, motivet e mëpasme, pra e gjithë memoria e qytetit është e pikturuar me një ndjeshmëri, me një pener të zdërvjellët, me ngjyra dekorative dhe entusiaste dhe njëkohësisht që të gjitha të çojnë ndër vite dhe sidomos në këtë jetën lëvizjen turistike të jetën moderne të viteve të fundit. Sipas drejtorit të Galerisë së Arteve Lefter Çako, ekspozita ka ngjallur interes të konsiderueshëm tek vizitorët. Ndërkohë gjatë javëve në vijim, galeria do të mirëpres edhe ekspozita të tjera, duke vijuar të jetë një nga qendrat kryesore të jetës artistike dhe kulturore në qytet. Ata befasojnë me mënyrën se si ky piktor i ka pikturuar këto motive. Piles ndodh që i shikon motivet e hedhura në telajo dhe
i vizitojnë konkretisht afër plazheve në qytetin tonë, palmat ose objektet Pushtetit dhe kështu ata e bëjnë pjesë të gjithë vizitave të ditëve të pushimit që bëjnë në Sarandë. Me ekspozita që pasurojnë jetën kulturore të qytetit, Galeria e Arteve në Sarandë mbetet një pikë e rëndësishme takimi mes artistëve, ardashësve dhe vizitorëve që zgjedhin të kalojnë sezonin veror në jug të vendit. Shkolla Giuseppe Gras në Gjirokastër përmbylli vitin shkollor me koncertin tradicional të fundvitit dhe ceremoninë e klasës së 9. Në këtë aktivitet u festua edhe 150 vjetori i Institutit Bijat e Krishtit Mbret, 30 vjetori i misionit në Gjirokastër dhe 20 vjetori i shkollës, në pranit autoriteteve vendore dhe përfaqësuesve diplomatik. Shkolla Giuseppe Gras në Gjirokastër ka përmbyllur vitin shkollor me koncertin tradicional të fundvitit dhe ceremoninë e diplomimit të nxënësve të klasës së 9. Aktiviteti i kthyer tashmë në një traditë të bukur të institucionit përcolli mesazhe të forta mbi vlerat njerëzore, edukimin dhe përgjegjësinë qytetare, të cilat mbeten themel për zhvillimin e shoqërisë sonë. Në këtë mbrëmje festive nxënësit sollën një program të pasur artistik, duke shfaqur talentin, përkushtimin dhe frymën e bashkëpunimit që karakterizon komunitetin shkollor. Sot finalizuam koncertin përfundimtar të vitit shkollor me ceremoninë e klasës së 9 që ne tashmë e kemi kthyer në një traditë dhe me pjesën e koncertit e cila ishte një mesazh përcjellës tek prindrit për të gjitha vlerat që shoqëria jon ka nevojë. Ishim shumë të gëzuar sepse ne kemi 3 përvjetore, 150 vjetorin e institutit ton Bijat e Krishtit Mbret me qendër në Granada të Spanjës, kemi 30 vjetorin e misionit Bijat e Krishtit Mbret në Gjirokastër dhe gjithashtu dhe 20 vjetorin e shkollës, pra 3 festa së bashku në një ditë. Aktiviteti u nderua me pjesëmarrjen e shumë personaliteteve dhe autoriteteve vendore e ndërkombëtare. Të pranishëm ishin i peshqvi dhe administratori apostolik i Jugut At Flavio, konsulli i përgjithshëm i Italisë në Vlorë Achille Provenzano, prefektja e qarkut Gjirokastër Albana Hasanaj, kryetari i bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi, si dhe përfaqësues të institucioneve të tjera. Gjatë ceremonisë të ftuarit përshëndetën të pranishmit me fjalën e tyre, duke vlerësuar kontributin e shkollës në edukimin dhe formimin e brezave të rinj. Kjo është herë e parë se si administratori ju të jam në Gjirokastër, për këtë arsye për mua është një gëzim i madh që një rast ka që bukur, mini matura edhe festa e shkollës, po është festa të nxënësve, sidomos besoj se ata janë protagonistë vërtet e ditës. Për këtë arsye vërtet unë ju uroj çdo mirë. Uroj edhe një veprimtari plot me fryt për shkolla këtu. Allora, grazie. Faleminderit që jeni këtu sonte. Faleminderit bijave të Krishtit Mbret që na kanë mbledhur në këtë përvjetor kaq të rëndësishëm. Është një nder që jemi këtu sonte për të festuar 150 vjetorin e institutit, 30 vjetorin e misionit Bijat e Krishtit Mbret në Gjirokastër dhe 20 vjetorin e shkollës. Kur vi në shkollën Giuseppe Gras për të festuar, vi si konsull i përgjithshëm, por më duket sikur jam i dismiq shqiptar dhe italian. Albanesi e italiani. Në rastin e festës nacionale të Italisë, ishim ftuar në ambasadën italiane, edhe pavarësisht se përfaqëson gjithë jugun, atje fliste për Gjirokastrën. Grazie Achille. Shumë faleminderit për emocionet. Asnjë nuk ka vënd për mirupafshin, por për miru takofshin. Edhe unë kam vetëm një urim. Qytetar të denj për vete, për familjet dhe familjarët tuaj, por edhe për Gjirokastrën. Suksese! Mes emocioneve, muzikës dhe vlerësimeve, shkolla Giuseppe Gras mbylli një tjetër vit të suksesshëm shkollor, duke rikonfirmuar misionin e saj në edukimin dhe formimin e brezave të rinj në Gjirokastër. Atmosferë festive, rivalitet sportiv dhe emocione deri në goditjen e penaltive. Në stadiumin e Gjirokastrës u zhvillua finalja e kupës mes njësive administrative, ku pas një gare me 6 ekipe, trofeu shkoi për ekipin e Lazaratit.
Në stadiumin e qytetit të Gjirokastras u zhvillua finalja e kupës mes njësive administrative, një aktivitet që mblodhi qindra sportdashës dhe krijoi një atmosferë të veçantë festive. Pas përballjes të zhvilluar mes 6 ekipeve pjesëmarrëse, në finalen e madhe u përballën Picari dhe Lazarati. Ndeshja ishte plot emocione, duke u mbyllur me rezultatin 1-1 në kohën e rregullt. Një aktivitet shumë emocional dhe shumë i bukur për futbollin e zonës arenale Gjirokastër, e cila përfshiu shumë qendra administrative, duke përfshirë Lazaratin, qytetin e Gjirokastrës, Picarin, Libohovën dhe shumë qendra administrative. Ja ku arritëm sot në finale, ku dolën Lazarati dhe Picari, e cila ky aktivitet sportiv shpalli fitues Lazaratin. Organizatorët e vlerësuan si një mundësi për të promovuar sportin, bashkëpunimin dhe frymën e komunitetit. Pas barazimit, në 90 minutat e lojës, fituesi u përcaktua nga goditjet e 11 metrëshave. Si organizatori i këtij eventi, shpreh kënaqësinë dhe dëshiroj që çdo vit të organizohen evente të tilla sportive dhe kulturore. Në serinë e penaltive, ekipi Lazaratit u tregua më i sakt, duke siguruar fitoren dhe trofeun e këtij edicioni. Në fund, kupa ju dorëzua ekipit fitues. Sigurisht që ne jemi krenar për trofeun dhe kjo është një eveniment shumë i shkëlqyer që duhet të bëhen sa më shpesh. Këto aktivitetet janë më së të nevojshme, sidomos për rinin, bëjmë mirë për shëndetin. Gjithë organizatorëve një falënderim i madh, sigurisht dhe ekipit të Picarit. Ndeshja ishte e shkëlqyer, por kampionët të dihen që janë dhe kupa vetet e vendit saj. Triumfi i Lazaratit vullosi suksesin e një aktiviteti që solli rivalitet sportiv dhe bashkëpunim të komunitetit përmes futbollit, duke kthyer finalen në një festë të vërtet sportive për të gjithë pjesëmarrësit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.